Djali im thot 7 vjeç, do të agjeroj. A duhet ta lejoj pasi është shumë i dobët? Allahu ta rujt këtë djalë, ta boft fort, ta edukoft në rrugën e khejrit. Nuk tham as ndaloje, e as detyroje. Le në dëshirën e tij, ka pak këshilloje, thuj ban me agjëru gjys dite. Me anis ka gjys dite, pastaj me e pa, thuj ban edhe gjys dite se ti je i vogël, s'ka problem. Pastaj dal nga dal, ty e pa nëse mundet nesër deri në qini, e kështu me radhë. E shet që s'po mund, e këshillon le se Zoti ty të shpërblen edhe pse se ka agjëru të plot. E kështu me radhë, me këshilla, pra nëse është i dobët. Ama asesi, mos ndiko negativisht në thonë, mos agjëra, leje, për ty s'është agjërimi. E fjalë tjera që e thejnë emocionalisht djalin tanë. Kësaj pike rrujo.